Po mbijetoj me shpirt ndërdhëm, shprehen në ditën e 11 të grevës naftëtarët protestues të ngujuar në zyrat e sindikatës të sektorit hidrokarbur në Marins. Përballë heshtjes së kompanisë për plotësimin e kërkesave tona, por edhe neglizhencës së shtetit shqiptar, ne do të vijojmë qendresën tonë, kanë thënë ata. Edhe kjo javë që do të hyjë, domethënë që nga hëna në vazhdim, ne do të vazhdojmë përsëri me kërkesa publike nëpërmjet mediave, nëpërmjet shkrimeve tona. Dhe shpresojmë që gjatë kësaj jave realisht edhe shteti të ndryhyj, pasi gjendja këtu po bëhet shumë e rëndë për të gjithë. Më besoni që po bëhet e rëndë. Flasim akoma pasi ndoshta nuk kemi dhe rrugë tjetër. Kështu duhet të bëjmë. Por që gjendja është e rëndë, probleme ndryshme shëndetësore, ambulanca ka ardhur 3 herë dhe nuk e di, presim. Por që një reagim zyrtar nga dikush, deri më tani nuk kemi pasur. Po rezistojmë fal mbështetjeve të çunave që janë jashtë. Me të drejtën nuk e se jemi dhe aq mirë sa dukemi, po fal ca medikamenteve që marrin nga farmacitë e ndryshme, këtu kam nga 2 prej tyre. Me këto, me ujë, me këto po ja dalim. Po mbështetja më e madhe është çunave që kemi jashtë. Kjo është. Dhe të vendosur në shkollën e fundit apo jo? Të paktën ne që jemi këtu brenda po kam përshtypjen se edhe ata që janë jashtë deri tani janë për po deri në fund. Pas sindikata nuk ka demokraci dhe ka ardhur koha që kjo thirrje të buças fuqishëm për të kthyer dinjitetin e punojësve, ka thënë grevisti Dritan Rapushi. U kanë vendosur në fyt litarin e bukës së fëmijëve disa grevistëve, duke i detyruar të rikthehen në punë, ka thënë ai, por presionet e tyre psikologjike nuk do munden të na përçajnë dhe ne do t'i shkojmë deri në fund kauzës sonë. Kështu situata po bëhet gjithmonë më e rëndë, sepse shteti nuk po reagon, kompania po injoron dhe po përbuz. Kjo është situatë ku kapitalizmi po godet ashtu siç di, dhe kapitalizmi pa sindikalizëm është thjesht skllavëri. Ne shpresojmë që kjo skllavëri të perceptohet nga të gjithë shqiptarët edhe të reagojnë ndaj kësaj, që të kthehet pak koncepti i dinjitetit, ku njerëzit trajtojnë për ato që janë, jo për çfarë prodhojnë. Ato që mund të prodhojnë, kinezët nuk i kanë shumë problem deri tash, sepse parat i kanë, çdo gjë e kanë, e fshehin, e manipulojnë, thjesht nuk duan ta shpërndajnë sepse ashtu duke shpërndar para kthehet dinjiteti. Kjo është një çështje kombëtare tash. Ne po luftojmë për më shumë se sa para dhe paga. Po luftojmë që këtu të kthehet një normalizim i qytetërimit. Ka humbur qytetërimi. Grevistët shprehen të vendosur për përshkallëzimin e grevës deri në plotësimin e kërkesave të tyre.